Me Roland Bekon që është një ftuar që ka knajsin ta kem gjithmonë studion time në Gjira me Syçin. Landi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të falenderoj shumë për prezantimin, po herë dytë që vinë në studio dhe 2 herë më ke prezantuar si deputet. Në fakt, nuk kam qenë asnjëherë deputet, kam qenë kandidat për deputet. Kandidat për deputet. Po mirë, nuk pas kam bërë keq se funi a fundit më mirë të kishim deputet si puna jote se sa. Por kështu e pat arsyeshme Saliu në ato në të gjitha vitet edhe na vjen në peng rrugës edhe nxirrte këtë që ka tani. Po ja ku ka përfundu. Ai mendon se është mirë, ne mendojmë që. Ja, është mirë për vetë në vetë, se përderisa s'vepro drejtësia mbi të, përderisa s'vepro politika, përderisa s'vepro kush mbi të bos si det, kërcënon këtë det. Ai është mirë është ai për vetë në vetë. Po mendimin tim nuk e di se ju keni qenë pjesë e asaj partie, ajo parti nuk e shoh që mund të rikonstruktohet më. Jo, ajo parti është parti familjare tani. Ai ka ndarë mendje dhe sot e konfirmoi në konferencën e shtypit se ishte një djalë i ri deputet Murgjin Berati që doli dhe ai kujtoi që ka një statut partia, ka një fund karriere në mënyrën e tij të butë ashtu siç. E di ai rinis. Ai rinis Xhafere. Doli Berisha sot dhe i tha që unë këtu do jem. Këta ende mua më vjen keq për një gjë sepse ata që janë aty brenda ende nuk e kanë kuptuar që ajo është parti private. Shiko, ajo private ka qenë, po dhe ne që kemi qenë atje, nuk besonim që do të ishte private në mënyrë të përjetshme. Mendonim që private, po deri një farë kohë të caktuar. Pastaj do ikte në shtëpi, do shikonte punë, merre me nipre me mbesa, të shkruante ndoshta kujtime siç dia i shkruaj. Ja, atë e ka mburoj atë partia, e ka mburoj. Kjo është ka thjesht pasmore të familjes tij. Pikërisht. Edhe këtë nuk kanë kuptuar ata çunat e gocat që janë aty. Jo, më e kanë kuptuar, po nuk janë gjendje sepse e di se është puna Landi, një njerëz që nuk është kriju vetë. Është kriju që e kanë ka përdorë dhe kjo ka ndodhur në të gjitha partitë këne. Domethënë njerëz pa kontribute, pa njerëz që nuk i njeh opinioni publik, nuk kanë diçka që nuk kanë një shkrim. Mos shkrim më gjatë, ti ke mos them më shumë, po 3 çerekun e parlamentit sot që nuk i shef një artikull. Po është e vërtetë. Tash për çfarë preti? S'kan jetë profesionale. Po s'kan jetë, nuk janë direkt ke partia. Janë shumë të rralla ata që kanë jetë profesionale. Edhe këta janë shumë të rrezikshëm, ata që bëjnë kështu, sepse nuk janë më vetvete, janë klonizuar. Edhe këto janë klonizuar me Berishën, po e drejta atyre le të vazhdojnë.